Sot, Prishtina e Kosovës është më shumë se një kryeqytet. Sot ajo është një kujtim i gjallë, një frymarrje krenarie dhe një kujtesë kolektive se ky vend e fitoi lirinë jo me fjalë, por me gjak. Me flijimin dhe besimin të palëkundur në të drejtën për të qenë të lirë. Me 11 qershor 1999, qyteti ynë u shlirua. Por, shlirimi i Prishtinës nuk ndodhi brenda një dite. Ai u gatua me shekuj, me dekada, në shpirtin e një populli që refuzoi të zhdukej. Ai filloi në heshtjen dinjitoze të doktor Ibrahim Rrugovës, që e ngriti flamurin e rezistencës pasore kur askush nuk guxonte të shpresonte. Filloi me fjalën, me besimin, me durimin. Por ai zë u bë krisum, u bë pushk në dorën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E ata që morën armët nuk kërkuan lavdi, por drejtësi. Nuk donin pushk, pushtet, po donin liri. Sot me 11 qershor ndalemi për të kujtuar një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Ditën kur Prishtina u çlirua. Ditën që na ktheu frymarrjen e dinjitetin. Ditën kur u hapën dyert që të ecnim tutje si një popull i lirë. 11 qershori i vitit 1999 shënoi në një anë fundin e një okupimi shekullor, e nga ana tjetër ishte dita e parë e një fillimi krejt të ri. Të një fillimi ku fjalët liri dhe pavarësi nuk ishin më të ndaluara. Në këtë ditë nuk mund të mos përmendim dy prej figurave më të ndritura të historisë sonë më të re. Presidentin historik Dr. Ibrahim Rrugova, cili ishte simboli rezistencës paqësore dhe të vizionit për shtetin, si dhe Adem Jasharin, komandantin legjendar të ushtrisë çlirimtare. I cili me flijimin e vetë të gjithë familjes e vullosi përfundimisht të drejtën tonë për liri. Çdo 11 qershor përulemi gjithë respekt edhe para të gjithë atyre që bën këtë ditë të mundshme, ushtarëve, aktivistëve, prindërve që sakrifikuan, të rinjve që besuan. E për krah këtyre qëndrojnë edhe ata që luftuan në një mënyrë tjetër, nga larg, me fjalën, me ndikimin, me rrjedhimin dhe me ndërgjegjen qytetare. Sot kemi nderin që njëri prej tyre është këtu në këtë sallë me ne, i madhi heroi gjallë, Zoti Ekrem Bardha. Faleminderit. Zoti Ekrem Bardha është një nga figurat më të shuara të diasporës shqiptare. Lindi në Kolonjë, këtë krajinë të vogël të truallit tonë, por si duket të destinuar për të lindur njerëz të mëdhenj. Ai iku nga Shqipëria në vitet e 50-ta për t'u shmangë regjimit për herë më të egër komunist, duke e rënis jetën nga e para në Amerikë. Me një punë të palodhshme, ndërtoi karrierë të mahnitshme si biznesmen, rjeti i tij i restoraneve dhe angazhimet në komunitetin u kthyen në zë të dëgjuar jo vetëm mes shqiptarëve, por edhe të qarqet vendimarrëse amerikane. Për shumë vite ishte pronar i gazetës Iliria në New York, një platformë kyçe, kjo për komunitetin shqiptaro-amerikan,
si dhe për lidhjet e tij me politikën amerikane. Edhe më i madh se sa suksesi afarist i zotit Bardha është përkushtimi i tij ndaj çështjes kombëtare. Në vitet e vështira kur Kosova ndodhej nën rezhimin shtyp serb, zoti Bardha loboi fuqishëm në Washington, duke u bërë ndër zërat më të spikatur për vetëdijsimin e politikës amerikane rreth situatës në Kosovë. Prandaj ju lus të nderuar asamblejist që i nderuar kryesues ta bëjmë thirrjen për ta votojmë Parkun Bardha. Jo, po i bëjmë tash, e masanej apo jo, po, se kam edhe pak. Ju lutem. Po nëse kemi mundësi tash të votojmë për Parkun Bardha. Atëre ftoj në gjithë asamblesë me dorë të ngritur ta votojmë propozimin e kryetarit Rama. Kush është për? Faleminderit. Zoti Bardha, Të gjithë janë për, asnjë kundër, asnjë abstenim. unanimisht votohet zoti Bardha, ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Zoti Bardha, fizikisht larg, por shpirtërisht gjithmonë prap, ju dhe të tjerët si ju keni qenë dhe mbeteni thellësisht të lidhur me fatin e Kosovës, po ashtu edhe me fatin e Shqipërisë, të tokës e të njerëzve tuaj. Fal jush, zëri ju u dëgjua më larg, fal jush, besimi ju u forcua më shumë, fal jush, rruga jon u bë më e qartë, dhe fal jush e të tjerëve si ju, shënojmë në fund të fundit këtë përvjetor. Para pak javësh, gjatë një vizite që pata në Amerikë, pata nderin që dorëzoja Qelsin e qytetit të Prishtinës. Këtu e falenderoj edhe doktor Elmi Berishën, presidentin e Vatrës, i cili ishte edhe ideatori i kësaj çështje. Faleminderit zoti Berisha. Pra ju bëra si dhuratë të befasishme. Ishte një falenderim i sinqert për një jetë të tërë përkushtimi që edhe sot vazhdon të na frymëzoj të gjithë neve. E sot në emër të qytetit të Prishtinës kam nderin që t'ju dorëzoj mirënjohjen publike të kryeqytetit të Kosovës, si një falenderim të përjetshëm për jetën që ja keni kushtuar çështjes sonë. Zoti Bardha, në emër të kryeqytetit të Kosovës ju falemnderit për besimin, për vendosmërinë, për shpresën, për këmbguljen, për dashurinë tuaj të pakusht. Zoti ju bekoft. Falemnderit të gjithëve. Kjo është është një ndër i madh, edhe çdo shqiptar dhe patriot e ka detyrë. Prap e mendoj që është e vërtet që unë të jem në Prishtinë dhe të gëzojmë, të festojmë pavarësinë e Kosovës. Kjo ka qenë një ëndër me shekuj dhe u realizua. Mendoj që diaspora e Amerikës ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Duhet të vlerësoj një merit e madhe është lufta heroike e UÇK-s dhe me legjendarin lideri i Kosovës Ibrahim Rugova, që ju tregoj amerikanëve, diplomatëve amerikanë, zemrën e kosovarëve.
dashuri dhe një popull për paqe dhe tregoi gjenocidin e Miloševićit dhe kjo politik e urtë dhe mençur e Rugovës, ju siguroj që kanë ndikuar në politikën amerikane, të erin e presidenti Clinton. Unë dua të vlerësoj të gjithë juve, jeni dëshmor, dhe me krenari të madhe ne sot vizituam ata që na fituam atë liri që kemi sot. Unë në një botimin e dytë të librit Diaspora dhe e vërteta, vërtetoj që kur shqiptarët bashkohen, ne në Amerikë u bashkuam rreth flamurit Kuqezi me në krye Vatrën dhe kryetarin e Vatrës që kemi këtu sonte, që ka dhënë një kontribut që është në kohën e Fanolit dhe të Konicës, por dhe sot kjo diaspor dhe duhet të mos haroj të them. Unë falenderoj për vlerësimin që më bëni mua personalisht, po deklaroj këtu, që ne e themi andena kolonja, behari nuk vjen me një lule. E them këtë sepse diaspora u bashkua rreth flamurit Kuqezi, dhe kur shqiptarët bashkohen, fitojnë.